nga një vend që përmendej në rastin më të mirë me dyshim dhe në rastin më të keq me përbuzje, Shqipëria sot është një vend që përmendet në rastin më të mirë me kuriozitet dhe në rastin edhe më të mirë me dëshirë. Nga një emër që shpesh duhej shpjeguar se ku binte në hartën e botës, sot Shqipëria është një emër që flet vetë në të gjitha gjuhët e botës. Sot Shqipëria është shumë më ndryshe nga atëherë, kur ne u mblodhëm në samitin e parë të diasporës. E nisëm rrugtimin ton me një prodhim përgjithshëm kombëtar më pak se 10 miliard euro. Sot, prodhimi ynë i përgjithshëm kombëtar është 27 miliard euro dhe në fund të kësaj dekade ne synojmë ta çojmë në 35 miliard euro. E nisëm rrugtimin ton me të ardhura për frym më pak se 3.000 euro në vit dhe sot jemi mbi 11.000 euro në vit. Synimi ynë është që në vitin 2030 të jemi mbi 15.000 euro në vit. E nisëm rrugtimin ton me 2 milion e ca turist, ku edhe paraardhësi im në zyrë e numëronte veten si turist sa herë kthehej nga udhëtimet e punës jashtë shtetit, dhe çdo shqiptar që dilte jashtë, kur hynte përsëri për të kthyer në shtëpi, numërohej si turist. Në atë kohë, Shqipëria kishte 300-400 milion euro investime të huaja në vit. Sot Shqipëria ka 12 milion turist dhe kaloi 1.6 miliard euro investime të huaja në vit. Atëherë, askush prej jush, kur dilnit nga kufit e Shqipërisë, apo kur kërkonit nga Shqipëria një shërbim, nuk mund ta merrni dot, përveç se duke pritur pushimet për të kthyer në shtëpi dhe në vend se të pushonit në të gjitha ditët, ta kalonit një ditë të tërë në radhë për të marrë një shërbim. Sot, ju i merrni pothuajse të gjitha shërbimet, 95% shërbimet shtetit, në çdo pikë të botës ku jeni, thjesht dhe vetëm fal shtetësisë suaj dhe një kliku në smartphone-in apo kompjuterin tuaj. Atëherë, kur ne u mblodhëm për herë të parë, Shqipëria njihej botërisht dhe ishte e damkosur nga Bashkimi Evropian si adheu i pa ndëshkueshmërisë, ku ligji vepronte vetëm ndaj të dobësve dhe ku çdo i fortë sfidonte ligjin. Sot, pandëshkueshmëria është një mit i të kaluarës në Shqipëri. Dhe sot, Shqipëria është vendi ku askush nuk është mbi ligjin dhe drejtësia është e pavarur, siç nuk ka qenë qysh në krye të herës, nga 1912 deri kur ne, me vullnet plot, i dorëzuam asaj shpatën që i takon vetëm duarve të saj për të bërë drejtësi të barabartë për të gjithë dhe pa kursyer askënd. Atëherë Shqipërisë i mbyllej rregullisht dera e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Sot, ne i kemi çelur të gjithë kapitujt e negociatave të antarësimit me Bashkimin Evropian dhe kemi bërë këtë në një kohë rekord për vetëm 11 muaj.
sepse njësoj si ju, kur ju mbyllej dera në fytyrë, në ato hapa të parë në rrugët e botës, dhe kur askush nuk kishte kohë, nuk kishte respekt, nuk kishte besim, e prandaj nuk kishte as vëmendje për të dëgjuar dhe për të kuptuar se sa vlenit, por ju këmbgulnit dhe pasi shkonit në darkë dhe fshinit lotët nga poshtrimi i ditës, riktheheshit në mëngjes për të vazhduar të këmbgulni në pritje, duke qenë gati për derën kur të hapej, edhe Shqipëria këmbguli dhe ishte gati në momentin kur dera u hap. E për këtë arsye i hapi edhe kapitujt e negociatave për antarësim më shpejt se çdo vend tjetër në rrugën e antarësimit përpara saj. Atëherë, kur ju erdhën në samitin e parë, e ardhmja europiane ishte aspirata që mbetej larg. Sot e ardhmja europiane është një tryezë, ku jemi të ulur çdo ditë, bashkërisht, ballë për ballë, ne dhe Komisioni Evropian, me ambicien e përbashkët për të mbyllur negociatat deri në fund të vitit 2027. Sot nuk duket më një kumt dëshiror në ajër, po është një fjalë që zëvend si çdo fjalë e përditshme, ajo që Ismail Qemali tha në momentin themelus të shtetit tonë: Shqipëria do të bëhet. Në gojën e atit pavarësisë, ajo fjali nuk ishte një përshkrim, ishte një besim. Një besim që kaloi në përbreza, përmes peripecish të mëdha, dështimesh tragjike, ringritjesh frymëzuese, një besim që sot, si kur ndonjëherë, ka marrë trajtën konkrete të shtetbërjes europiane të Shqipërisë dhe të objektivit që tani më nuk parafiturohet, po shihet, preket me sy më afër se kur, për ta ulur Shqipërinë në tryezën e familjes europiane si të barabartë mes barabartësh në vitin 2030. Fanoli na kujtonte se Shqipëria nuk mund të rrojë pa shqiptarët e saj. Dhe sot kur shqiptarët janë sa brenda aq dhe jashtë kufive të Shqipërisë, dhe sa Shqipëria është në të përpjekjen e fundit drejt bashkimit të shumë ndëruar me Europën, kjo fjalë e korifeut shqiptarisë merr një kuptim dhe një forcë të posaçme. Ashtu siç merr një kuptim dhe një forcë të posaçme edhe paralajmërimi i mprehtë i korifeut tjetër Faik Konicës, i cili na porosit se një komb nuk mund të mbështetet tek iluzionet për veten, por tek aftësia për të vetë përmirësuar vazhdimisht. Dhe pikërisht këtu qëndron ndryshimi më i madh i kësaj dekade, ku edhe falë reformash transformuese dhe përpjekjes intensive integruese me Bashkimin Evropian, kemi kaluar nga një Shqipëri që përpiqej të mbijetonte në një Shqipëri që përpiqet të përmirësohet. Nga një Shqipëri që kërkonte të pranojë ndërkombëtarisht mes mosbesimit përgjithshëm, në një Shqipëri që respektohet dhe besohet si kur më parë në arenën ndërkombëtare. Shqipëria sot nuk është gjëkundi më Shqipëria që shumë prej jush lan pas. Është një vend që ndryshon çdo ditë. Ndonjëherë ngadalë, ndonjëherë më shpejt se sa e kemi pritur edhe ne vetë, por në mënyrë të padiskutueshme dhe të pakthyeshme Shqipëria ecën vetëm përpara.